Përshëndetje. Në 28 korrik 2023, Ministria e Arsimit krijon fondacionin Durra City Football Academy, me qëllimin kryesor çeljen dhe menaxhimin e një akademie elitare të futbollit në qytetin e Durrësit. Me vendimin e Këshillit Ministrave numër 580, datë 11 tetor 23, Edi Rama vendos që pronat shtetërore me sipërfaqe mbi 200.000 m2 në zonën kadastrale 8517 në Spital Durrës të përdoren për ndërtimin dhe zhvillimin e kompleksit të Akademisë Futbollit Durrës. Kujdes, kjo është pikërisht e njëjta zonë kadastrale, pra ajo me numër 8517, ku ndodhet edhe Eko Parku Famkeq, aty ku u shpenzuan 19 milion euro për mbylljen e vend depozitimit të mbetjeve. Një çështje në hetim, por ende pa asnjë vendimarrje konkrete. Në 29 tetor 23 janë nënshkruar dhe 2 marrëveshje konsulence për infrastrukturën, menaxhimin dhe programin futbollistik. Në 2 shkurt 2024, fondacioni shpall ftesën për propozim për zgjedhjen e klubit që do të financojë ndërtimin e kompleksit me vlerë rreth 10 milion euro për një afat 24 muaj. Në këmbim, klubi fitues do të përfitojë të drejtat mbi lojtarët për një afat 120 muaj. 2 muaj më pas, në datën 24 prill, fondacioni shpall fitues propozuesin e vetëm që mori pjesë, Futbol Club Dinamo City, një klub i krijuar në 2021. Çuditërisht, pak ditë para shpalljes fituesit, në dokumenta shfaqet Ergjys Agasi, i cili bëhet pjesë e pronësisë së këtij klubi. Eksakt në 31 mars, Agasi blen 30% të aksioneve të këtij klubi. Pra, në 2 shkurt shpallet ftesa për propozim. 31 mars, Agasi bëhet pjesë zyrtare e pronësisë të klubi dhe në 24 prill, klubi ku pjesë e pronësisë ishte dhe Agasi, shpallet fitues. Një rastësi që tregon shumë dhe në përfundim, mbi 200.000 m2 tokë që ndodhet në Spital, aty ku ndodhet dhe Eko Parku, Edi Rama ja lë në dorë fondacionit që ky i fundit ja lë në dorë Ergjys Agasit. Ndoshta për të kamufluar aferën e Eko Park, ndoshta shumë më keq se kaq. Pyetjet për organet e hetimit janë të qarta dhe publike. Pse nuk hetohet procedura e investimit strategjik në portin e Durrësit? Ku jemi me kallëzimin penal të Eko Parkut, ku përfshihet dhe vet Edi Rama? Ku jemi me aferat e Akshit, ku lidhje ka sërish vet kryeministri? Pse po zvarriten hetimet për kaq shumë kohë dhe pse Edi Rama nuk është thirrur ende në SPAK? Qytetarët kërkojnë veprime konkrete, jo heshtje, jo zvarritje, mjaft me pritje, drejtësia nuk mund të jetë selektive. Faleminderit.